që e qojnë në gjykatë kushtetuese, sepse po ati mendime, opinione, faktën dëna nga shoqëria civile që e zvarit më tej këtë proces. Jo, tash nuk zvarritët, do mendoj që kjo edhe shumë e qartë edhe ma lehtë, që do të vendosë ka edhe qëndrimet më pashme të Supremës që ka dhonë këtë sqarime. Besoj që nuk do të vënohet, tash që kemi edhe 34 ditë shtesë, kështu që besoj që na fat shumë shpejt edhe këto të vendosë për këtë çështje, nuk do të kemi problem vetëm sa i përket konstruimit apo themelimit të përfaqësuesve të partive politike, kësaj po është më e keqja këtu të kësaj tani këto vit të fundit se kësaj ka qenë institucion shumë kredibil edhe i vlerësuar shumë lart nga institucionet ndërkombëtare. Si është tash? Tani filloi të politizohet. Kemi pa disa herë çfarë politizimi u bën në kësaj me këta dy përfaqësues të EVV-s kur propozojshin Sami Kurteshën dhe Alban Krasiqi? Po, kur propozojshin për decertifikimin e listës, herbe shkojshin gjykata supreme ja u kthej mas, bzapi mas, të marrishin propozime, këto opozita nuk ishin gjendje me kundërshtu ose me miratu propozimin e tyre, kanë qenë shumë politizu. Po, që momentin kur dekretohen përfaqësues të partive politike nga presidenti ose presidenti